Përshëndetje njerëz mirë. Jemi kësaj radhe të Shije pa filtra me Redim, dhe Redi është jam supervizor i laboratorit edhe një nga banakerët kryesor, bartenderat kryesor të novelit. tash kur themi laborator nuk po bëjmë eksperimente, por që ta dini, te Novel Vag që bëhen koktele shumë mira, kam pa dashur dhe një laborator që bëjmë eksperimente me njerëzit. Me pije domethënë. Për Ndoshta le mos shkojmë te laboratori, se ndoshta duket fjalë shumë e madhe, po le të themi një dhomë përgatitjesh ku bëjmë koktelet, miksimet, këto kështu do punët tona kështu ama ç'a bëni ju. Dhe më këto gjërat kështu. Mo dhe imagjino të kesh një koktel bar me barista shumë të mirë, koktelartë sa shumë mirë dhe të vish kërkosh bio. Siç e tham dash parë, Do bjerë se jo nuk do bjerë, unë do të provoj koktelin valla. Atëherë, ideja e këtij emisioni, pse kemi ardhur sot në Novel Vag, është sepse me djem që e kanë, që njëri nga ata duket si mua po ta kesh lar atë me 90 gradë, që është Evi, dhe Sofo pasaj që i ngjan Mauit e Moana. Jam njohu, kam qenë diku të 17-18 vjeç. Më erdhëm për një video sa i kisha filluar atëherë këtë punë e regjisë, i dija gjithë atëherë. Bëm një video, më shpjeguan procesin e situatës, ç'a bëhet, ç'a s'bëhet, u mahnita atëherë, edhe tash i mahnita prapë, se normalisht mos përderimi shumë elementeve që përdoren në lokale të tjera rëndomt, e bëjnë lokalin shumë veçantë, dhe normalisht që ta themi dhe këtë ka marrë dhe çmime të ndryshme apo jo. Që duhet t'ia shpjegoj publikut. Është viti 3 që jemi te lista, domethënë 2 vitet e para ishim në 2023-2024 në 100 baret më të mira në botë dhe vitin që jemi tani, vitin që kaloi, domethënë është si puna 2025-2026, jemi në 50 baret më të mira në botë. Mirësevë. Ç'a është kjo? Kjo është rum me kanellë, unë ju them dhe njerëzve, shokëve tonë që vinë këtu, është shots legjendar i novelit. Domethënë ka që kur ke ardhur ti që para se të vije ti, shumë kohë. Shumë e kam provu vdesin. Dhe herë tjera, po para shumë kohësh këtë. Këtë e bëni vetëm si shots apo e bëni? Jo, është vetëm si shots. Normalisht ka asgjë tjetër përveç se rumit, kanellës edhe kafetën e portokallit që supozoj ashta për t'rregullu shija. Shumë fantastike. Unë jam te alkoolet e mblan kuptimin që nuk duroj dot alkool në hidhur dhe kjo është fiks për mua. Ajo një dhe rakia pjekur 2. Po mirë, bëj edhe tjetër se po. Bëj edhe tjetër. Ti kem shtëpi tamam, tu valzoj. I kafe pa vaguj që aty. Kemi kafe? Na thonë që kemi kafe po vaguj, po tu s'bëhet kafe me. Tash I themi gëzuar me fjalë të mira, jo me urrëtie. Gëzuar. Vetëm dashni. Gëzuar, dashur, faleminderit. Është I flasë. Qa do pim sot o vlla? Që ta bëjmë review tamam. Po pas kështu do fshi gjithani. Jo. Po xherone. Do provojmë. Vjen fasoletës, çfarë edhe? Do provojmë The Miller, Black Sabbath edhe Drunk Bean. The Miller ka si ingredient yll ose star ingredient për anglisht folsat. Bozën. Besoj me Bozën? Po. Po, e di çfarë boza. Boz misër. Në faktikisht si në përgjithësi, po e marr çik që nga fillimi i menus që temi më shumë brenda. Menuja jonë original, origin Albania. Është e quajtur për arsyeën se duam edhe të tregojmë që mund të punohet edhe me ingredient ose spirit shqiptar. Produkte shqiptare praktikisht. Jo vetëm internacional aso ku diun superstar spirits, për shembull si janë gjini, vodka. Jo se kemi ndaj gjë kundër atyre, na falni, ç'a janë sponsora. Do punojmë me ju. Ora, hajde silni lekse. Po që Zvimo këtu. Po që pse mos kur ka goxha ingredient që janë wow, e kupton? Thjesht po kuptosh dy gjëra, lexosh dy gjëra rreth atyre ingredientëve, rakia për shembull, siç është që neve kemi menu goxha edhe distilime të ndryshme të rakisë, raki ftoi, manafere, raki muskati, raki pulsi,
Edhe Kishe bord. Po kafja. Ç'është kjo? Ua, dhe supë. Alkool, kafe supa dhe është për supë. në fund, që mos shkosh në shtëpi. Vepre, bëjt bosh. Tash i pyetje kam unë, që ta di dhe këta se e di që do pyesin. Se thuja jere mirë publikut, e keni thënë dhe të video se ja kam pa, po thuja këtij publikut ton, pse futet ajo akulli madh fare, se kur e heq akullin pastaj ngelet alkooli aq sa duhet, për shembull i tega ose dopjo varet. Atëherë, ideja Që ta është marrë që vesh, se unë kam qenë një nga ato ignorant, kur them ignorant them njeri me mungesë, kalo. Njeri me mungesë Po, pa- informacioni, jo e për ta kuptoj. shajt. Po. Jo më vetë sa do thë çfarë dush, po do shaj. Po, veç. Si, nuk e di jo. Kujdes se i futëm, veni bodyguard se Pëlqej alkooli shumë? Shumë e mirë. Ke dorë këtu ti? Jo, vetëm gishtin. Gisht. puna mirë do girë. Te kjo kanella po. Po ti më çaj me agu. Ik na Çaj ja me sa po bëjmë emision. Ligan One eternity later. Normalisht është akull që një vizualisht është më i bukur. 2 është për efektin që ai nuk shkrin më shpejt se akulli normal. Çfarë do të thotë? Qerfim, ndërkohë që për shembull kjo është Black Sabbath. Nëse ky akull Sabah për sabahun. Kur po që do ditën e të diellit. shpjegoj koktelet. Që të deshte me akullin normal, normalisht do u shkrin të akullin më shpejt. Dhe ky, ne i themi dilution, nuk do kishe vetëm pijen me dilutionin që duam ne për shembull, edhe me që ti të kesh gjithë shijet dhe aromën. Normalisht akulli do i prishte sa do ato. Që reziston më shumë, dhe pjesës asisë është ideja që njerëzit normalisht kur ti shkon të pish një koktejl, nuk shkon të pish koktejl që të bësh tap. Shkon të pish një koktejl për të marrësh një eksperiencë, edhe ti ta shijosh atë që vopim. Pastaj që ti do të bësh tap, pi bira, pi shoca edhe je okay, kupton, nuk ke pse për mendimin tim edhe ja u them dhe njerëzve. Zakonisht nuk ke pse Po, që ta edhe nga shijosh, eksperienca apo se është në eksperiencë. lokal tjetër që kam Po, punu, lokal përgjithsi. nate që ka qenë pub, po njësoj si është folëm dhe Kjo është ajo, nuk është as se vjedhin këta, ulin alkoolin, fusin akullin, Po, këto muhabete. bëni ju këtë. Tani kjo është Black Sabbath, siç edhe vetë është me çfarë është baza? Boza. Kjo është boza. Jo, boza është kjo. Ajo është ideja Black Sabbath, është kafja me rakin, kafja turke me raki, që e ka pas pi prindrit tanë, ishte si mëngjes ajo. Po kjo mbëlsia? Është me mjaltin. Atëherë, kjo këtu ka kafe turke, raki muskat, rum, mjalt edhe spices. Shumë e mirë. Kafja turke është e ridistiluar me rakin, prandaj Fal, hera parë që do mangjoni 10 nga 10. Se i bëjmë rejt gjërave. Ajo shoci 8 nga 10, se ajo kanella. Jo, thash 8 nga 10 vëlla. Për shoci se nuk e pëlqej unë kanellën shumë, për zgjedhje personale kjo. Edhe është një ridistillim i rakis me kafen turke, prandaj ti nuk ke tekstur. Nuk ke tekstur kafe turke, edhe as ngjyrë. Jo, po ndodh? Kur ti bën aftertaste ta le. Domethënë pjesa edhe aftertaste. aromën, ajo është ideja. Ti Në herë ndjej gjëra tjera, kurse në shije ndjej gjëra tjera në aftertaste. Okej. Ka misër të skuqur, rumin, edhe mjaltin, edhe spices, si thash. Po ideja ajo është Black Kur Sabbath i që thosha mamit dhe babit që alkooli është i shnetshëm, po jam misër, gjitha i ke. rakia të bë mirë vëlla se të pastro. Po. Edhe kafe turke. Se kam Kur marroni kët, hajni akull dhe ktheni gotën mrapa të lexoni fat. Apo jo tuna. Ideja ajo ishte, do të ishte kombinonim këtë rakin me kafen turke, që u pinte mëngjes masivisht. Po, raki kafe? Kafe raki Ishte cigare? mëngjes për, po. Cigaren nuk e bëjmë dot se Jo, është lere. ilegale, po që ilegale. Tani, pse shoqërohet me biskot? Kjo si e ka emrin? Kjo është drang bi. Drang bi. Po. Për bi për pletët. Bi. Okej. Kjo është biskotë molle me reçel molle. Drangbia Gëzuar. ka rakin e pulsit, Okej. ka vermuthin, ka Po. mjalt shumë lulesh, ka edhe polenin. Edhe ka amareton me amareto po flas për Po, jo. Edhe- biskot. edhe këtë biskotën brenda. Biskota është e bën vet? Jo. Jo.
Këtë sajtë i thoja përfshirjet e mia gjithmonë është subjektive. Normalisht. 7 nga 10, ajo ishte 10 nga 10, 11 nga 10. Se nuk është aq e ëmbël. Kjo. Do e provojnë edhe djemt të emisionit tjetër se na xhelozojnë. Jemi në sfidë. Po jo, shumë e mirë dhe kjo, por realisht për shihet e mia se unë të thash i duaj çik ta mblaj gjërat. Jam i hidhur vet. Okej. Ndjet vermuthin unë kam shumë qef. Okej. Po vermuthit ta jep në aftertaste. Gjëja e parë që është Po, sepse Pizza. vermuthi është me bipolenin, prandaj ty t'jep polenin edhe vermuthin është në fundit Okej, fare. polenia të është që shumë t'jep lart. direkt, ajo stingu fillimi nuk pëlqen. Se kemi mësuar edhe dy gjëra të punu lokal. Tash do hajmë këtë supën. Kjo ishte boza. Kjo është millëri që si frymëzim është na ka ardhur nga një shef që lejohet të themi Por vazhdo, fal. Mulligjiu Aha. nga Bledari, që shumë shef me bozën, bënde boz, donte diçka dhe na erdhi si pse mos kremi një që thuash pak a shumë pina colada, po Shqiptare. Më thënë që ta dini edhe një gjë tjetër, te Noveli bëhen dhe shumë workshope me të huaj baristat tuaj që vinë Erasmuser, workshope të quhen çfarë doni, vinë shkurtimisht njerëz këtu që japin mend të veta dhe ngjojnë dhe ne dhe këta të stafit, dhe këta të stafit shkojnë në vende të tjera që japin mend të veta njësoj siç vinë ato. Domethënë ka aktivitet të vazhdueshëm. Po vinë ato që Pak a shumë, nuk është se japim mend ose na japin mend. Neve kur shkojmë themi në kontekst humori, normal. Që thjesht sa për shkojmë për të dhënë një eksperiencë nga Tirana, nga Shqipëria, pra për shembull le të themi nëse neve na fton X bar në Greqi po Greqi, me që po e marrim kështu. Na ftojnë si Novelvagu për të treguar atyre, po se ça shërbejmë ne, domethënë ça kulture kemi ne si bar, jo si bar, sepse është si Tiranë, si Shqipëri. Përfaqësim, është përfaqësim. Atyre ju krijohet një ide çan ndodh në Shqipëri. Vizitorëve. Ka dhe një gjë tjetër. Edhe për lokalin vet, ta marrim si biznes, jo më si artist. Okej, po. Koktejlesh, është gjë e bukur sepse ti krijon një natë ndryshe për njerëzit. E vërtetë. Krijon një natë ndryshe edhe për stafin, normal, se shohin ca gjëra që si kanë parë ndoshta ose i kanë parë dhe po i shohin prapë. Është eksperiencë, po. Dhe nuk është thjesht ajo metodologjia që vjen një muzikë, inshallah vjen njerëz, inshallah konsumojnë, se ta themi ja shumë më të lehtë beat, bësh i long drink bam bam, hajt na merre. Po, Llakosu anë hik. Vazhdo punën. Po që është realisht për ne i kemi zgjedhur si vend, se është një vend që krijon tamam mirë the, krijon eksperiencën tate. Okej, un jam te kjo tjetra që duhet të jem transparent, që nuk un personalisht nuk mund vi çdo ditë provoj koktejle, se do dhe robi dhe më. Po, normalisht, po. Po, siç ishte më rrok. Jo, nuk piu, nuk e di se ku i keni. Po që kjo është ide, edhe kur vin këtu, vin për t'tregu përfaqësojnë vendin e tyre, pra japin një eksperiencë të barit, qytetit, shtetit ku ata jetojnë edhe punojnë. Me çfarë shkuma? Është një metilxhel. Nuk thuhet, jo, është metilxhel, nuk është me të bardh veze. Ka një njëjtin funksion, nuk ndryshon në shije, edhe është më e sigurt tek njerëzit, sepse njerëzit në përgjithësi janë është alergjik, po, si diet. Kështu që për qenë safe, intolerant. Jo, kjo më pëlqeu shumë. Okay. Ishte shumë e lezetshme, domethënë, qofse unë do vi herë tjetër prap, do marr Black Sabbath. Black Sabbath. Kur the Black Sabbath, thash Black Sabbath herë në fillim, me nova për grupin e rockës, detalit. Unë do marr atë gjithmonë. Ta them, këtë do e merrsha të dytën, këtë se marr fare. Nuk është se nuk pëlqen, po thjesht ajo stingu që ti në fillim, ajo goditja e fillimit nuk ma bën të kaloj. Jo, po pse çado tu, si ja u them edhe, zakonisht ju them njerëzve që nuk ka të mirë ose të keq, është thjesht ç'a pëlqen ti. Do pi raki. Jo, një gjë që mua m'pëlqen shumë, do them dhe një emër tjetër që e kam po prap të afërt në zemër, njësoj si Novelin, që është Komiteti, që merret me pjesën e rakisë, disa lloje rakisë, edhe Arbin e kam shumë mik, edhe i konsideroj shumë dhe Evin me Thofon dhe Arbin. Pëlqen sepse është ti afrohesh të rinjve në një mënyrë shqiptare, po edhe të mos humbësh traditën. Domethënë këtë kam unë edhe ashtu në mendje. Plus turistat që janë shtuar shumë, edhe Novelin, Komitetin që janë lokale të cilat janë të shihem shumë thjesht edhe në Google edhe në çdo vend dhe përmenden, normalisht me atë gjitha të shpinje që kam marrë dhe vendi,
s'do mend. Që kështu po e mbyllim, Redi, shumë faleminderit. Faleminderit juve, shumë faleminderit që erdhët. Edhe më mirë që na dole ti vëlla se dy personat që e kanë filluar gjithë të gjën janë nga 7 metra, edhe nuk dalin këtu në kamera, më mirë Redi, jam shumë rehat, edhe plus që ato ja fusin ca fjalë greqisht që unë si marr vesh me atë drejtën. Që kështu hajde gëzuar ne do bëjmë taf. Shumë faleminderit. Kalofshi sa më mirë. Edhe fatura. Jepi edhe këto të mia, do ta. Edhe këto tuja. Po. Ore, Hajde se folim. është fisë dhe Gëzuar. një. Gëzuar. Gëzuar, ti ri mirë për shumë vjet. Do që mbeti një mirë mod.